Vajza, na vjen keq, po sot do t'ju njoftojmë me të dashurën e Shrefit. Prej javësh po përflitet se aktori i njohur turk Çağatay Uluçay, që po manit publikun me rolin e tij në serialin Eşref Rüya, është në një lidhje dashurie me aktorën Aslihan Mallbora. Thashë themat morën edhe më shumë kuptim pas daljes së tij në publik, gjatë premierës së shfaqjes teatrore ku luan ajo. Uluçaj u shfaq në mënyrë diskrete, por u dallua më një herë në sallë. Në fund të shfaqjes, ajo përgëzoi me lule të fotografuar me aktorët e tjerë, duke dhënë një sinjal të qartë për afrimitetin e tyre. Roli i Aslihan Mallborës është vlerësuar si një nga më të ndjeshmit në skenën teatrore turke këtë sezon, ndërsa vetë ajo u shfaq në mënyrë të qetë dhe të pushteshur në publik, pa e fshehur raportin e ngrohtë me Çağatayt. Burimet pranë çiftit bëjnë të ditur se dyshja ndajnë një lidhje të çuditshme dhe mbështesin njëri tjetrin në çdo projekt artistik. Edhe ditëlindja e fundit e aktorit sipas media turke është shënuar në mënyrë private, me një darkë të thjeshtë dhe intime. Aktori po korr sukses të madh me serialin Eşref Rüya, ndërsa Mallbora po shkëlqen në teatr dhe në ekran, duke u kthyer në një prej aktorëve më të komentuara të momentit.